Sonte Arife, dove shim kadife, nesër Bajram, do presa kurban! Farë kurbani, be. Po nuk ka be kurban Bajram, be. O, një med, be. Çokolada dhe baklav du t'me blej. Jo kurban. Hec me mu t'kallzoj ku me blej dikun çokolada, hec. Si që dini, Llamba Alaudinit një muj kishte ngjyrat e Ramazanit. Në këto 4 video ju treguam për njerëzit se si e kalojnë këtë muaj, me krejt aspektet sociale, kulturore edhe psikologjike. Si krejt edhe neve në ndarje dhe në fund për Ramazan na kap një mall. E ky mall kalon vetëm me Bajram. Ne këtë mërzi s'u përshkruaj, edhe pse e ndjej, por ishim me një vend që e dëgjuam. Netët më të mira janë netët e Ramazanit. Ato një ditë vjen dhe u afrohen fundit. Më herët, në pjesën e fundit të Ramazanit në mes të teravis këndohej një recitim i shkurtër i përbër nga fjalët Elveda, Elveda, Elveda ja shehri Ramazan. Lam tu mirë, ej muaj i Ramazanit. Ky këndim shfaqte atë se muslimanët që përjetojnë një muaj Ramazani zakonisht në 10 ditët e fundit të këtij muaji i përshkon një zymti, një nostalgji dhe një mall. Zymtia kryesisht vjen nga ajo se duke qenë i vetëdijshëm për veçorinë e këtij muaji, në 10 ditët e fundit intensifikon punët fetare. Kryen namazin dhe namazin shtesë për Ramazan, e mandej këtë namaz e kryen ndër shumë njerëz dhe zakonisht në xhami. Me mbarim të këtij muaji, aq njerëz në një vend sheh vetëm në raste të ndryshme dhe në ditë të xumas. Kjo zymti në këto ditë pra është nga vetmia që vjen me kalimin e këtij muaji. E përjetohet një nostalgji nga se duke parë fëmijë, e nëse je prind duke i rrit ato fëmijë, në këto ditë të kujtohet ty vetë fëmijëria. Të kujtohet se sa je gëzuar kur të kanë dhëruar diçka për Bajram dhe mundohesh që këtë gëzim ta përcjellësh më tej në gjeneratat që vijnë, duke u përgatitur që të gëzosh sa më shumë fëmijë për Bajram. Nostalgji, nga se je duke përcjell një sezon të sëmirës për të cilën nuk din nëse do arish më të përjetosh edhe një të tillë. E malli më i madh, malli i vërtet që duhet të merr është malli për xhenetin. Parajsën që e shpresojmë si shpërblim dhe si vend tonin të fundin. Ky është një mall që nëse të ze nuk të merr malli për asgjë në këtë botë. Krejt çka ke, krejt çka i bën rrugës për aty kalimth. Edhe një ditë, edhe një javë, edhe një muaj, edhe një vit, edhe një Ramazan. Dhe jeta kalon, sikur që një muaj i Ramazanit kalon. Elveda, 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 يا شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
الوداع يا شهر البركة والرحمة والمغفرة والإحسان الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Vod ju gjem për para, për Ramazan, para nat, bushna pjeta mantije, e ne e këndushna. Manti pite, manti ladëm, Ramazani karshi ladëm, Ramazanën il gecesi, janë di pilav tenceres, janë kandil, synë kandil, asha i ki qarëshi, jo kari ki qarëshi, bir gjelin geçti, topuzi düştü, dumbau. E masande, kurvajte sonte nat, e kishna qeter qëshin. Kollë pite, kolladım, Ramazani yolladım, Ramazanın son gecesi, yandı pilav tenceresi, yanı kandil, sünü kandil, aşağı iki çarşı, yukarı iki çarşı, bir gelin geçti, topuzu düştü, dumbau. Emot nesët, beram, a ishta baklavën atjere, s'ka usa se e pun. Si edhe e dini, net të dalluar janë gjithë netët e Ramazanit, por në veçanti janë 10 netët e fundit të këtij muaji. Në këto net, vetë pejgamberi ka shtuar adhurime, kurse shpesh ka kryer edhe veprat e preferueshme që kryhen në treshin e fundit të këtij muajit, itikafi. Kjo adhurim i njohur ndër ne si itikaf është sunet i pëlqyeshëm për të kërkuar të mirat dhe nuk lejohet të bëhet në vend tjetër përpos xhamisë. Njeriu që është në itikaf duhet të angazhohet me ibadet, siç është namazi, leximi i Kuranit, lavdërimi dhe falënderimi Allahut, madhërimi dhe kërkimi i faljes nga Perëndia, dërgimi i salavateve pejgamberit, lutjet e ndryshme si dhe përsëritjet e diturisë. Është e urrejtur të angazhoj veten me gjëra të cilët nuk kanë as pak dobi, qofshin edhe falje ose vepra të mira. S'ka as TikTok, as Facebook, as Instagram. Bile itikafi prishet nëse del nga xhamia, për gjëra të panevojshme. Krejt që ka mundemi me pa dhe që arritëm ta servojmë si material janë vetëm këto dritaret e xhamisë, ku rinë njerëzit për itikaf, 10 ditë e 10 natë të përkushtuar vetëm me ibadet. E neve nuk na metet asgjë tjetër me thonë përpos Zoti ja pas pranu veprën e mirë që e keni bo. Përveç ibadetit, itikafit dhe mërzisë, për shkuarjen e Ramazanit, në fund ka edhe probleme shoqërore dhe kulturore. As se si njerëzit të mbushën mend e t'i prej flokët, edhe të qethen me re. Krejt e lanë për natën e Bajramit, dhe këtë problem nëse gjetën vetë. Na tregoj një berber. Prajnë e këtë të berberi maj fort në Shkop edhe në Maqedoni. Të vedati. Këna ardhë me abo atë pyetjen që na intereson neve mas shumti. A është e mundimshme për ti si berber, ku ditën e Arifës të grëmullohen këtë punë edhe
së në qënë kryen për mushterive, ka me shku në altë, poshtë, gjatë, shmajt, kur realisht ndoshta që ato mushteri kanë mujtë marrë me bo rezervim 1 ditë ose 2 ditë para Arifës, që me hejkë gajlen, a është e mundimshme për ti kur të mbledhen këtë mushterit bashkë për ditën e Arifës? Zakonisht unë nuk rrejnë kur, ditën e Arifës rrejnë pak. Pse? Se dita e Arifës është një ditë që e presmi shumë në berberat. Anë në bërë botës. është e ki salonin full, e ki kitë karrikët full, i shek kitë berberat në stres, edhe i shek njerëzit të ka përci e qelin derën edhe dojnë me ikë, hecet se vesh 5 minuta kime prit. A faktikisht e një 2 orë të mira ka me prit atë nëse. Se është e pamujtme për 5 minuta se atë dite, është e vetëmi atë ditë më i me thonë që unë edhe stafi jonë 2 fishin e japëmi tonën për me bani punë jashtëzakonisht mirë se nesër Bajram edhe duhet më konë më të bukur se kreti shofin si në xhami, si kreti pimbrapa, a më s'ka najvi, a më s'ka diçka. Kështu që është një ditë shumë e rëndësishme për neve, një ditë me adrenalin shumë të madhe, që mendoj me thonë që ka stres. Unë më shumë e kisha qytë një adrenalin që kisha pas qef më konë çdo herë, se është një përjetesë shumë e bukur për berberat. Po dhe pare me dhe më shumë. Po shtash. Nëse një pyetje tjetër. A ki pas rast që të ka thirrë në kush, edhe të ka thonë vedat, a mund është më mjek flokt, edhe pse realisht që atë ditë të konë dita e parë e Bajramit. Atë ka ndodhë, më thonë me tip dikush ditën e parë të Bajramit, me thonë, aman duman ku mejt hecek mi flokt. Po unë që 23 vjetë që punoj, 23 vjetë çdo vjetë më thjep dikush edhe në Bajramit. Po. Dhe më thonë ka raste që s'ka mujtë për shembull me prit të berberi, ka raste ka ardhur për rrugës siç vinë krejt gurbetçartë na, edhe ka ardhur me vonesë edhe më lajmëron ka 11 vedat. 100 euro, 200 të jap, veç e kemi flok sot se e kam pa tjetër se Bajram. Edhe e kemi një grup me stafin, ose unë, ose stafi jem, e bëjmë këtë shërbim ditën e Bajramit, nëse koha jonë është e lirë, se atë ditë, vetëm atë ditë që është e gëzimit, është e vizitës familjare, edhe zakonisht jena një staf shumë i madh dhe gjejna rrugdalje, edhe pse jo, domethënë, edhe klientin me kënaqë edhe është një kënaqësi reciproke nga djemët. Që shkon mi që atë ditë flok në i klientit, pas ka 2 herë Bajram. Njëherë Bajram i baklavës, edhe njëherë Bajram që 200 euro për merë për një qethje. Vetëm në ditë që unë berberave nuk ju marr, a ditë nëse një klient jap 100 euro, 200 apo 50 euro apo 1000 dinar, nuk e di unë pe jap një sumë zakonisht 100 euro, po i merr krejt berberi. Dhe për fund, për ta kompletu komplet këtë material, pa dyshim që është pjesa më e lezetshme ku për Bajram i gëzojmë edhe fëmijët. O, dumi! Ka ngushtoj një pak agnolk, po ju kallzoj. Na, 200, a i ki ball Shaban. Qa 200? 200.